Ok. Më shumë herë keni dëgjuar për fjalën rrjet, për shembull son punon rrjeti, rrjeti është shumë i ngadalshëm, rrjeti i mirë, rrjeti i shpejt, rrjeti bla bla bla. Po në këtë video do ta shohim se çka do të thonë fjala rrjet. Rrjet quajnë kur dy apo më shumë kompjutera lidhen ndërmjet veti edhe fillojnë shkëmbejnë informata, si për shembull dokumente, printera, muzikë. Po ashtu kur nga njëri kompjuter dërguan të dhëna, çfarë do të dhëna që janë, në tjetrin mund të themi që është një rrjet. Si shembull mundi me marr nëse kemi një kompjuter edhe një kompjuter tjetër, që të lidhen me një kabël, ku nga njëri kompjuter dërguan informata në kompjuterin tjetër, atëherë mund të themi që rrjet. Kjo është rrjeta më e thjeshtë që mund të ekzistu. Këta dy janë të lidhur me kabël crossover, ose shembull tjetër nëse kemi më shumë kompjutera, që lidhen ndërmjet veti edhe fillojnë të shkëmbejnë informata.